ka thënë pejgamberi sasem, paramendoni tunet me sahabe, do të hynë tash një njeri nga banorët e xhenetit. Edhe sahabët nuk kanë pas mall më të madh se me pa dikon xhenet, nga se këta kanë pas brengët më të madh si të përfundojnë xhenet. Kur është fut një njeri i vjetër, apo duke i pikur mjeka nga abdesi, thanë, po, qka ka bo këj njeri? Kam paramenu, kush e di kush do të futet tash? Si të qoftë përfundaj ai, të bim të nesërmen, prap Muhamedi s.a.s. së bashku me shokët e tij, tha, prap do të hynë të ju një njeri nga banorët e xhenetit. Dhe këta presin kësaj radhe që befasia të përfundan tash, u befasum në ditë, po tash radhe me siguri është dikush tjetër. Prap i njëjti njeri atë. 3 ditë me radhë kështu. E tash provokimi i madh ishte kjo. Abdullah ibn Amr ibn Asi nuk u durua. E përcolli njeriu në ditë shtëpia dhe tha, "O, më fal, po e kam një mos pajtim me babën, një 3 ditë, duhet me bujt dikun tjetër nga se s'mojmë të shkojnë shpejt. Kam pak konflikt me te, kalan, a më pranon musafirët e ti?" Tha, "Po si jo mëra, 3 ditë me bujt, pse jo?" Ai nuk e kishte me bujt, shiko, donte me pa çka bën ky njeri vëllai. Ka se pejgamberi sa më tha është në xhenet. E po në xhenet është. E po unë dua të më shku, çka bën ky njeri? Kur ndajti me ta, qëndroi me ta, po ai nuk falë diçka posaçëm natën. Falë nga pak natën, bënte dhikr, kur rrotulloi në shtrat përmendte Allahun, po nuk ishte kjo diçka që e ngopte apetitin e Amr ibn Asit, e Abdullah, nga ata pritin këto gjëra për to ishin të përditshme, për neve do duke kjo adhuruesi më i madh. Po për ta ishte standard normal, kjo nuk ishte diçka e posaçme. Pas 3 ditë kur e pasë kjo s'bën asgjë diçka të madhe, tha, unë as nuk jam fjalos me babën tim, as kam problem familje, jam shumë rregull, alhamdulillah. Por e kam dëgjuar për gëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se je nga banorët e xhenetit, e desha me pa çfarë po bën, po ti nuk ishe i posaçëm, nuk ishe i veçantë për neve. Andaj i tha, në cilën vepër shpreson ti që e ka ndërtu për gëzimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Allah i tha, nuk din çfarë vepër, por një gjë di për veten time. Kur të bi të flaj, apo bi i shkarkuar nga zilia dhe urrejtja nga çdo muslim, për çdo musliman, dhe gjithashtu u afali të gjithë atyre që më kanë shkaktuar probleme dhe shqetësime dhe flaj rahat. Do të nuk kam problem me kërkon për njerëzve. As nuk i ofendoj, po kush më ofendon ja bëj halal, rahat, nuk e ngarkoj vetën si kom janë kthy, e si të hakmirën, nuk jetoj me dëshirën e hakmarrjes, e azilis, jam shumë i qetë shpirtërisht. E tha që kjo që e kjo, për këtë, a është vështirë? Po është vështirë për neve që kemi i natë, apo këtë që na një alon të është kjo, për pasaj vija, po falë Allah, që Allah me të falë ty, na kemi i natë, i cili shpesh herë në mundje me besimin, e mund besimin e thënë. E nga një besimi atë, duhet besimin në zemër ato në mbetet i pa mposhtë. Edhe i natë duhet me mposhtë, edhe duhet me mposhtë adetin, po jam mësu kështë të hoqëne, e po që mësohu besimi të që mësën, për çfarë e ki besimin për në zemër?